Sa po është mbyllur finalja e madhe e turneut Summer Cup 2025 për kategorinë U19, Vllaznia mund ekipin nga Ghana me shumë vështirësi 2-1 me gola shënuar në pjesën e dytë. Me trajnerin e Vllaznisë Malvin Mesarovi. Urime profesor. Grazie, faleminderit. Një finale me të vërtetë emocionuese, një pjesë e parë shumë luftarake, po aq edhe e dyta, por me 3 gola, njëri më i bukur se tjetri. Grazie diftan edhe rezultati ngush nesër ishte shumë e fortë, jena shumë të kënaqur me djem. Të janë aktivitete që i bëjnë jashtëzakonisht mirë djemve, që na shumë e mirë që organizojmë këto aktivitete për arsye që marrim pjesë në këto aktivitete për arsye se djem mos rrim pushim kaq herë, nga që kampionati është mbyll gati para një muaji. Kjo është aktiviteti i dytë që unë merr pjesë Akademia Vllaznia në çdo rast merr pjesë në për aktivitete që të kenë sa më tepër meshë për djem, që të kenë sa më tepër minuta për djem, sepse për ne është e rëndësishme që djem mos të lëmë një pauzë gjatë. Realisht ekipi kundërshtar nga Ghana ishte në një nivel mjaft të lartë, shumë pjesëmarrës e konsiderohen si një ekip Superligë. Unë kam fjalët më të mira për organizatorët e Enveli Shkodra Sport Event bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit, një aktivitet shumë i mirë, një aktivitet që unë besoj që i arriti qëllimit, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të shohim meshë kaq luftuar, për ne është shumë e rëndësishme që të shohim djem të luftu edhe të sakrifiku kaq shumë që mos harrojmë që djem vinë mas 10 muajve aktivitet dhe tregojnë një formë jashtëzakonisht mirë për këtë akademinë. Është shumë e kënaqur sepse diftojnë fushën e lojës, nivelin që ka ju e po të vetë që ekipi kundërshtar ishte një ekip shumë i fortë, ishte një ekip që luftoi shumë, por nuk mund të rri po thënë edhe lojën e mrekullueshme që bën në ndjem tonë. Kush pikati më tepër nga ekipi juaj? Unë nuk mund të përmend emra sepse problemi jam mos harrën e emra, unë duam i përgëzu ta ndjem sepse në këtë aktivitet janë aktivizu 25 lojtarë në 5 meshë. Për ne është e rëndësishme që të aktivizohen tonë, për ne është e rëndësishme që të rrinë në tonë stan lojtarët e ekipit. Dhe kam fjalë më të mira për secilin, për angazhimin, për dëshirën, për disiplinën e treguar në fushën e lojës, për karakterin sportiv dhe në fund i përgëzoj për rezultatin. Profesor, në hakun kohor të 2 javë, Vllaznia fiton 2 trofe. Me kategorinë U19, një në kryeqytet dhe tashmë edhe në Shkodër. Kjo difton punën e mirë që bëhet te Akademia Vllaznia. Besoj që rezultatet flasin vetë. Unë nuk kam çështaj më tepër se këtë që thash përpara. Cilat janë projektet e vazhdimësisë të ekipit tuaj? Për momentin kjo ishte aktiviteti i fundit, ishte nesër fundit, ekipi do të marrë në pushimet jo më tepër se 10-12 ditë, sepse këta tash janë rrit, janë një fazë ku nuk kanë kohë që të pushojnë gjatë thjesht, sa të pushojnë pak, të rikuperojnë pak dhe me 10-12 ekipet besoj që duhet të jenë mendoj që duhet të jenë në stërvitje në bazë të direktivave që duhet marrim nga drejtori Alban Hasani. 10-12 korrekt është fjala. Besoj, po 10-12 korrekt. Profesor, faleminderit. Urime edhe një herë për kupën. Gaci, faleminderit, jeni gjithmonë për nesh dhe ju falenderojmë sepse na pasqyroni çdo herë, jo vetëm në këtë aktivitet, por edhe në kampionate. Ju faleminderit.